Të nderuar qytetar, të nderuar media, në cilësinë e kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, kam ftuar këtë pres për të informuar qytetarët dhe më gjerë me sa vijon. Në cilësinë e kryeministrit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe përgjegjës për mbarvajtjen e procesit zgjedhor të zgjedhjeve presidenciale dhe atyre parlamentare, kam pranuar raporte nga pjesëmarrës në procesin zgjedhor për shqetësime në lidhje me tentativat për inxhiniering zgjedhor me marrëveshje ndërpartiake jashtë institucionale për votim dhe mbivotim në Komisionin Shtetëror Zgjedhor në lidhje me ankesat e dorëzuara simptomatike nga ana e pjesëmarrësve në zgjedhje. Sipas raporteve, ky pretendim për inxhiniering zgjedhor ka për qëllim ndryshimin e raporteve të numrave në kuvend nëpërmjet marrëveshjes politike në tavolinë. Kredibiliteti i zgjedhjeve dhe procesit demokratik, i pranuar dhe përshëndetur nga të gjitha partitë dhe komuniteti ndërkombëtar, tash është në duart të gjykatës administrative dhe unë ftoj të gjitha institucionet të veprojnë në përputhje me ligjin, pa direktiva partiake ose politike nga cilat do palë dhe të mbrojnë kredibilitetin e procesit zgjedhor deri në fund, pa hedhur asnjë njollë mbi vullnetin e qytetarëve të shprehur në zgjedhje.